Drejtoresha e RTS Eni Vasili, që sakrifikoi punën në televizion privat ku paguaj me shumë zero në fund për drejtuar radio-televizionin publik shqiptar, kush e di pse, në krye të herës bëri një mini mbledhje ku i siguroi të gjithë se nga emrimi i saj nuk duhej të ndiej i cënuar asnjë punonjës, secili të shite punën e vet, sepse nuk do kishte shkurtime, siç bëri para Renci i saj Peza, dhe askujt nuk do i bëj padrejtësi. Të gjithë menduan se duke parë rastin e Fredit, drejtoresha e re do kishte zënë mend, por nuk qethën. Siç e kanë këto punë, sidomos kur bëhet fjalë për Enin, e vjetër në zanat, fjalët i mori era dhe mësohet se 200 punonjës, të cilët janë me kontratë me RTS-n, kanë 2 muaj pa marrë rrogën. Mes tyre ka drejtues emisionesh, të cilët dalin në ekran dhe emisionet e tyre vazhdojnë të transmetohen, por nuk paguhen. Të lodhur nga kjo situatë, disa prej punonjësve janë drejtuar antarëve të Këshillit Drejtues të RTS, por përveç arrogancës, nuk kanë marrë tjetër përgjigje. Drejtoresha që ende nuk ka ngrohur mirë karrigen, e gjetur një strategji për t'i përzënë me stil, nuk i paguan prej 2 muajsh, me që ajo është shpirt gjerë dhe nuk e heq njeri nga puna, këta 200 punonjës që përkthehet në 200 familje duhet të largohen vetë. Sigurisht që të mërzitur prej kësaj situate, punonjësit mund t'ikin nga puna, por jo pa kosto. Secili prej tyre mund ta çojë çështjen në dyert e gjykatave dhe të fitojë, pasi kanë një kontratë të firmosur. E si gjithmonë, tipave si Eni nuk i hyn gjem në këmbë. Ata që paguajnë për padrejtësinë e emrave kudo që ndodhen janë qytetarët.